Disa e ngatrojnë dashurinë për nusen me dashurinë për prindin. Nuk ka lidhje. Kjo është tjetër dhe kjo është tjetër. Është tjetër dashuria për nusen, edhe afrimiteti që ke me nusen është tjetër për prindin. Nuk ka, janë dy natyra të ndryshme, nuk ngatrohen me njëra tjetrën. Siç ka edhe nga ana tjetër pastaj, nga nënat, po themi, e djemve, nga vjerat, të cilat ditën që i martohet djali fillojnë bëhen xhelozi, duket sikur ja mori nusja fëmijën edhe ja hoqi nga durët, subhanallah. A thu se kjo nën nuk ka qenë njëherë nuse për vete, nuk ka qenë njëherë nuse ke dera tjetrit për vete, edhe nuk i kanë ndjerë këto gjëra. Sa shpejt që harrojmë. Sa shpejt që harrojmë. Fillo nëna e do djalin pa mas, maro për djalin. Ama nusen e djalit nuk e do. Derisa ka fillu duke qarkullu në për rrjetet sociale, që thote nona, thote kam, thote një dhëndër, thote mashallah, se bën çati thot vajza ime. Po e kam çunin budall se bo çai thot nusja, subhanallah. Domethënë, njeriu duhet i shohë gjërat tamam. Nëse duam që të kemi familje të mirë, familje të shëndosh, e para fare, zgjidh njeriu e duhur që ka moral edhe që ka fe. Thot profeti alayhi salatu wassalam: "Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Nëse ju vjen dikush për vajzën tuaj që juve ju pëlqen morali edhe feja e tij, pra besimi i tij është besimtar i mirë, ka frikë Zotit, dhe është njëri më moral, me edukat, atëherë mos e ktheni mbrapsht. Sepse nëse juve do të niseni të veni kriteret tjera edhe parimet tjera me mat edhe me peshu, përveç këtij parimi që është shumë i rëndësishëm, përpara këtij parimi që është më i rëndësishëm, atëherë do të bëhet fitnë, do të bëhet shkatrim tokë. Edhe pastaj fillojnë ndarjet, fillojnë divorcet, siç edhe janë shtu, Zoti na ruaj.